Mirëmëngjesi njerëz, mirë se vini në një vlog të ri. Po ju flas nga shtëpia më në fund. Jam shumë e lumtur që jam në shtëpi, edhe këtë fundjavë do ta marr shumë me qetësi, sot nuk do dal fare, dua të shijoj shtëpinë, dua të merrem me ca punë të shtëpisë njëkohësisht. Sapo bëra mëngjesin, kam bërë omlet me pancet, me djathë, kështu që ula këtu që të konsumoj mëngjesin një herë, të pi dhe kafen, sepse më ka kaluar ora, është ora 11 dhe unë s'kam pirë kafen e mëngjesit ende, dhe e bëj shpeshherë këtë gabim në fundjavë dhe përfundoj me migren, sepse njerëz, kush nga ju ka migren, duhet të respektoni patjetër oraret e kafes tuaj, sepse ju fillon migrena. Domethënë, janë triggers të vegjël që ju ngacmojnë indicjen fillimin e migrenës. Dhe meqense nisa këtë vlog duke fol për migrenën, unë këto kohë nga vapa kam qenë të merr shumë keq. Okej, njerëz e di që nuk jam shumë e ekspozuar, sepse kam një punë komode në zyrë, edhe I hipi direkt makinës e deri shtëpisë, edhe shkoj te zyra, parkoj, gjithën sipër jam po me kondicioner, por unë ndjej shumë diferencën ndryshimet e temperaturave. Temperaturat e larta më ngacmojnë shumë migrenë. Këtë javë kam qenë pothuajse një ditë po një ditë jo me migrenë. Dhe thash, meqense hapa këtë temën e migrenës, dhe ju e dini që unë provova botoxin për migrenën, por e bëra në estetiste, sepse u interesova dhe në Shqipëri nuk ishte asnjë mjek neurolog që të aplikonte botoxin për kastile për migrenë, sepse janë diku te 30 apo 36 pika që aplikohen edhe te qafa edhe te pjesa e shpatullave. Këtu nuk e bënte askush, dhe unë e bëra vetëm te full botox te zona e ballit. Domethënë, neurologu aplikon dhe full botoxin që aplikojnë estetistët edhe këto pikat e tjera. Edhe herën e fundit që isha për vizitë ginekologjike te Spitali Amerikan, ajo po më thoshte që ginekologja që shkova kishte gjithashtu migren, edhe po diskutonin pak bashkë, edhe isha shumë e lumtur që ajo kishte migren, sepse realisht në njerëzit kur gjejnë persona të tjerë që vuajnë nga një njëjta gjë, shkëmbejmë eksperjenca, çfarë përdor apo jo, për më tepër që ajo ishte edhe mjeke. Edhe po më pyeste në lidhje me ciklin edhe shqetësimet që unë kisha para se të më vinte cikli me migrenën, dhe po më thoshte që të kuptoj shumë mirë sepse unë dhe vetë kam migren. Dhe I thash që provova edhe botoxin, më thuaj, funksionon apo jo, sepse dhe unë duhet të provoj, nuk e kam provuar, por ishte pak skeptike dhe ajo. Dhe I thash kështu, po më thoshte që te Spitali Amerikan një herë në muaj vinte një mjek italian ishte në mos gaboj, dhe kishte pacientet e tij të rregullta që aplikonin botoxin për migrenë, dhe vinte kastile, kishte orare dhe vinte kastile për këto paciente që aplikonin botoxin për migrenë. Kështu që ndoshta mund të jap edhe një shans të aplikimit të botoxit kastile nga neurolog. Kështu njerëz, të ushqem tani që të pim kafen. Bëjmë kafe çkan tani se di, të bëj këtë me intensitet të fortë apo të bëj një të lavazës, sepse kam hallë të borbones. Më vjen përqesh tani që më ra nga duart, sepse më dalin shpesh rillca, nuk e di, domethënë po flas vetëm për migrenën sot. Që thonë, nëse ti e shef që në mëngjes veten që fillojnë të bien gjëra nga duart, fillon ngatron fjalët, nuk e thua saktë. Një krizë migrene po afron, dhe është e vërtet njerëz. Por shpresoj ta parandaloj me kafen. Jo kam thënë herë tjetër që këto të borbones kanë intensitet shumë të lartë edhe janë çik të hidhura, kështu që unë kam hequr sheqerin nga kafja, u bën 2 javë, mos më shumë. Por do të sfidoj vetëm të pim këtë që është super e hidhur, po pa sheqer. Do mbaroj dhe kafen dhe duhet të merrem çik me pastrimin e kuzhinës dhe pastrimin e tualeteve. Gjëja më pak e preferuar në shtëpinë time është pastrimi I tualeteve, sidomos e kabinës së dushit. Nuk është aq e idhur, e mirë që ka. Hello njerëz, vonë vazhdite, është ora 6:30. Po ikim në kinema në Cineplex. Kam shumë kohë pa shkuar.
Do shkojmë të shohim filmin Odyssey. Është bërë super famous këto kohë, kishte shumë polemika përpara se të dilte, për shkak të personazheve që ishin zgjedhur për të luajtur role që tash e njohim historinë e Odysseys. Dhe ndërsa tani ka dalë në kinema dhe pasi ka dalë ka pasur review super pozitive. Kështu që po ikem që ta shohim në Cineplex. Çka kem bler? Temu Hall. T'ju bëj një Temu Hall unë tani në makinë. Me qëra që ka bler burri. Çfarë gjolekët hot. Në qoftë se bën Klajdi porosin në Temu, dijeni që janë të gjitha për motorin aksesor. Për kë ke bler? Ta hap tani direkt. Motorin nuk është për gjëra Temu. Po çka ke bler? A? Për këmë? Una im, për vetëm. Për vete! Bluza për t'i veshur në motor. Më merr diku një kafe të ftohtë, të mirë. Kafe të ftohtë të mirë. Tunde, moj tunde dhe pak. Ta marrë kështu në dyqan. Kështu? Kafe mirë, shumë. Ja me qumë është ato. S'po bëjnë mirë. Është kudo me ju. Një nivel tjetër. Haj njerëz, nga goca juaj e preferuar e YouTube-i, do më thënë. E dini që ju e shikoni vazhdimsi këtë video, por kanë kaluar një 2 javë që kur unë kam xhiruar ditën e parë të këtij vlogu, te tani po hap kamerën sërish. Kam filluar pushimet, jam disa ditë me leje nga puna, edhe thash po nis të xhiroj sërish, sepse këto kohë nuk kam pasur as kohë, as dëshirë me thënë drejtën për të filmuar, sepse kjo gjëja duhet bërë me shumë dëshirë. Do më thënë, kur ti ndihesh mirë dhe në mundin e mirë për të hapur kamerë, atëherë duhet hapur kamera që të transmetojmë energji pozitive. Okej njerëz, ula këtu që t'ju flas, madje dhe modalitetin e kamerës e kisha night, e kisha haruar të tillë dhe duke shumë e zbardhur videoja. Edhe po thosha që e lash te momenti që po ju flisja për që pam filmin e Odysseys në kinema. Doja që të jepja review-t e mia, sepse ishte një film super mirë i realizuar edhe gjithë fama dhe viraliteti që ka marrë ja vlen, kështu që mendoj që duhet ta shikoni. E ndryshonte pak edhe konceptin që ne kishim për luftën e Trojës edhe për kalin e Trojës, sepse gjithmonë në historinë u shkruar si një super gjetje që ata bën të mundur që të futeshin në Trojë, por filmi kësa here e trajtonte pak më ndryshe, e trajtonte si një dredhi, siç ishte në të vërtet kali i Trojës, që bëri të mundur që ushtarët të futeshin brenda rrethinës së qytetit edhe të vrisnin, të sundonin atë vend, por në film e trajtonin ndryshe, pra si një dredhi dhe vetë Odysseyn e trajtonin si një personazh më të ndjeshëm, kur një pjesë që ai u mbet kujdesën edhe është larg shtëpisë dhe e vërteta është se nuk e ka humbur kujdesën, por nuk dëshiron që të kujtojë ato kohët e luftës dhe nuk dëshiron që të kthehet në shtëpi për shkak të brejtjes së dërgjegjes. Dhe e trajton thash shumë herë më të ndjeshëm, trajton edhe pjesën e moralitetit shumë herë më ndryshe, sepse ai kishte shumë të vështirë ta pranonte faktin që kishin bërë atë dredhi, kishin vrarë njerëz të pafajshëm në atë luftë, dhe kështu e trajton shumë herë më ndryshe, duke i afruar më shumë me realitetin e kohërave që ne jetojmë dhe jo realitetin e viteve të luftës së Trojës. Mua më pëlqeu shumë, thashë e vlen që ta shikoni, kishte super realizim, aktorë shumë të mirë, personazhe shumë të arrira dhe të luajtur rolin e tyre shumë bukur. Kështu që po, ja vlen që ta shikoni, thash pavarësisht se unë kisha shumë pjesë që i kisha haruar me thënë të drejtën, sepse u bë shumë vite që ne kemi lexuar Odysseyn dhe e kemi trajtuar, që kur kemi qenë në shkollë 9 vjeçare në mos gaboj, madje mbaj mend që e diskutonin dhe e studionin si vepër edhe për pjesën e provimeve të maturës.
Kështu që shumë pjesë i kisha haruar, po gjithsesi nuk është e nevojshme që ta kujtoni të gjithë veprën, sepse filmi e bën rrjedhën e historisë pak më ndryshe. Edhe pjesën e Helenës, nëse në histori trajtohej gjithmonë si shkaku që plasi lufta, domethënë, ndërsa në film e sillte sikur ajo ishte thjesht justifikimi. Dhe vetë Helenën e kishin shkatruar në fytyrë, kështu që gjithë gjëja trajtohet shumë ndryshe. Nuk do t'i bëj spoiler më shumë, por ja vlen që ta shikoni në kinema. Besoj se shfaqet ende, kështu që shkoni që ta shikoni, ju që jeni në Tiranë dhe doni me kalu një ditë ndryshe, sepse në gjithë këtë vap, në gjithë të nxehtë nuk e ç'a bën tjetër në Tiranë, kështu që o do vesh në vende të freskëta, në qendra tregtare, ose do shkosh jashtë Tiranës për plazh, Durrësin që kemi më afër, ose do shkosh në kinema, pra do të kalosh një ditë për qendra tregtare. Kështu njerëz. Unë u zgjova sot, kam ngrënë mëngjesi, piva kafe, në marr pak me punët e shtëpisë, sepse dihet, kur je gjithkohës në lëvizje, shpeshherë lë pas dore këto punët e shtëpisë, sistem, domethënë, më është bërë një pulçur këtu, nuk e di më ka picku gjë ose thjesht tash alergjitë, po më kruhet gjithkohës. Edhe thash mora pak me shtëpinë, me sallonin, lavatriçe, lavastovile, gjitha këto gjërat, sepse realisht kur hap kamerën dua që ta kem shtëpinë në rregull, më bezdis shumë fakti që të ulem të flas të vare me video, ndërkohë që kam 700 punë të tjera për të bërë. Okej, aty në cep shikoni edhe pjatat, janë pjatat e mamit të Klajdit, sa herë që na sjell ushqime dhe gjëra që ka gatuar, kështu që unë i mbledh njërin kaq shko dhe i çoj sipër. Sot për drek kisha ndërmend të porosisja peshk, dhe ka vajtur ore 1 duhet të dal. Por mori mami Klajdit, tha që aty gatuaj për drek, thash fiks fare, mund të gatuash për ne që të kesh dëshirë. Kështu që e anullova planin e marrjes së peshkut, sepse e marrë të pjekur dhe thash të shoqëroj me patate dhe me gjëra të tjera që kam në shtëpi, sallat dhe perime. Kështu, tani, po mendoj të iki në tek, sepse duaj një 2 gjëra bazike të vogla për tops nga Zara, besoj. Edhe më duhen të stiqe flokësh, një 2 kapse flokësh sepse nuk kam, besoj të futem të Jumbo, nëse gjej atje. Kështu, por duhet të nxitoj, se është ora 1, në ora 2 lë punën Klajdit e vjen për të ngrënë drekën si për të gjithë bashk. Kështu që të kthehem, sepse kur vjen njeriu nga puna është i uritur dhe i hahet, pavarësisht se unë jam zgjuar vonë dhe kam ngrënë mëngjesin me vonesë, kështu që e kam shumë të qiell ditën. Kemi shumë për të folur, besoj, po avash do të dalin muhabetet njëra tjetrën. Ashtu njerëz, nëse i mbani mend, unë kam marrë këto gotat në Temu, që janë shumë të bukura edhe kështu estetike, dhe vin vetë të shoqëruara me këto pizzat e Qelçit. Por kam lexuar që këto pizzat janë shumë të rrezikshme. Ekzistojnë shumë raste kur ti ke bërë atë gotën e pije së ftohtë ose kafe së ftohtë që e ke me akull dhe në momentin që ti e përzien, ekziston pafund mundësia që këto pizzat e Qelçit të thyhen, edhe ka ndodhur raste fatale kur nuk e kanë bërë re që janë thyer, ndoshta nga përplasja, ndoshta nga e nxehta, se mund të pish ndoshta edhe pije të nxehta, nuk e di. Ka pasur plot raste që më kanë dalë këto kohë në rrjetet sociale që është thyer pizza dhe kanë gëlltitur Qelç dhe kanë qenë fatale, të tipin janë futur, rrezikohet jeta patjetër, janë futur kirurgjisë urgjente dhe mezi e kanë marrë veten. Kështu që më kishte ngelu njërin e kisha hedhur, do ta hedh edhe këtë. Kështu që më mirë merrni, nëse doni nga këto pizza që nuk janë një përdorimshë, domethënë ato të plastikës, merrni pizza metali, sepse nuk ekziston mundësia që ato të thyen. Kemi bërë dhe letrën murale nga dhome gjumit, të tregoj tani apo të tregoj pastaj. Prisni. Okej, ka dalë kaq e bukur, fiks siç unë e dëshiroja. Shikoni sa e bukur, është një pemë, është këto ngjyrat e tonalitetit të tokës, bezhës, kafes dhe ka dalë super e bukur. I ka dhënë dhomës shumë dritë, shumë jetë, ngjyra më pëlqen. Do më thënë, unë brita në tek, mbarova punë, vetëm gjërat që unë nisa nuk mora, kam marrë totalisht gjërat të tjera. Dhe një kolore të lanë qjolla, njërës këmë mjetër është fantastike, por nuk kam filmuar fare në për tek të provu se koncitohesh orat vijnë qerek. Dhe shumë vapë. Brita në tek është mirë, po këtu në parkim, po pres të ftohë kondicioneri që të nisem. Kjo është super duper, duhet ta provoni. Okej, people, erdha në shtëpi, shumë vapë, super nxehtë. Sa po të në shtëpi më okej, nuk duhet të dalë më. Mora disa gjëra.
Po t'rregoj tani, po flasim nga një spot që e lam që parë së foluri. First of all, mora lim thonjsh, sepse sa herë që më prishe do një cep, do një cifë le thonjt, vi vërdan në për shtëpi, dhe çuditërisht kam vetëm një lim mini size, të cilën e kam marrë në një nga pakot që lënë në për hotele. Vetëm atë kam, kështu që mora t'i kem në shtëpi. 1500 lekë ishin. Po, dhe si që flokësh nuk mora, por mbaj mend, sepse unë përgjithsisht asishet e flokëve kam qef ato që janë të trashë të mëdhenj, sepse kam shumë sasi floku, i kam edhe pak të rëndë dhe të dëndura, kështu gjërash, kështu që te Wedhi kam pas gjetë nga ato, do shoh njëra atje. Njëri që s'pushon së bleri gjëra vere, kjo është cover up për bikini, është knajt edhe me telmina, kam pas një të ngjashme unë të bershkës, por që nuk më futet më. Po njërës e kam marrë masa medium. Jo, e di në fakt se mua më bënd edhe smalli, por vëresh është shumë gjëra small, i kanë fikse. Do më thonë ai sa filloj me bezdisin në trup kur më rinë ashtë në ngushta. Kështu që thash, Alba nuk ka gjë, mjafton ti marrësh një masë më të madhe që të rinë më të lirshme dhe ti kesh më rahat për veten tënde, kështu që edhe këtë e mora 38. Shumë e bukur kjo bluja. Bikini blu kam vetëm ato me vija, nuk e di do përshtatet stili tyre që është boost me këtë, por të shohin se duhet kem plot bikini të tjera aty, se unë s'mbaj mend sa bikini kam. Tani mua si vjet më ishte fiksuar me patjetër diçka nga këto me telmina, dhe porosita njërë të bershka, që nuk më futej fare një fustan. Dhe tani mora këta kanatjeren, që është një gjërë kështu si pjeshk, si pjepër, ishte shumë cute. Edhe thash po e vesh me pantallonat e bardha sateni të Zarës, duhet të shkojnë shumë së bashku. Më pëlqeu, ishte nice, për plazh, domethënë, unë jam me leje, dhe nuk është se kam shumë ditë, sepse nuk më kishin ngelur shumë ditë. Nuk kemi asnjë plan për të lëvizur fundjavë, sot është e mërkurë që po bëj video dhe supozoj të paktën prep të shtunë do dilë të shkonin në plazh. Nga s'kam parë dërmit, drimande, simar, opsione për të ndëjtur hotelet, më dalin sold out book të gjitha dhe fillova dhe t'ju shkruaja se thash do njëra ta heqin dhe vet nga booking, sepse kanë gja klientelën e tyre plus booking i mban atë fin. Fillova t'ju shkruaj në WhatsApp, ishin që më vjen keq sold out, më vjen keq që jemi sold out. Nuk e di pse më iku këto lejet e gushtit kaq të paplanifikuara. Lam dhe vetë çik pas dore, sepse nuk është se do bënim pushime tamam, të tipit një javë kështu. Dhe thash për një fundjavë do gjejmë diku. Tani nuk po gjej. Okej, këto kanatjeren e zez, unë e doja të bardhë, po e bardha ishte small, mirë më rinte, po mediumin e ndjeja më rehat në trup. Se mos këto në fakt që fillojnë masa nga small, medium, large, nuk fillojnë nga extra small, e kam të përshtatshme mediumin. Dhe më pëlqente bardhë, por nuk ishte, kështu që e mora të zezë. Dua për ta veshur me pantallonat kapri, sepse ngjajmë bukur së bashku. Jemi kthyer fiks në modën e viteve 2010, 2012, diku aty. Gjërat me telmina që ishin shumin, kapri, këto gjërat e lidhura në qaf, këto tylet, saten, gjërat e shkurtra me këto gjërat që vinë të ngushta dhe pjesa sipër oversize me krahët e rëna të mëdhaja, që është kthyer tjetër, ato fundet me atë belin double, edhe që vinë poshtë me cepa, me bishta, me pala, gjë që ka qenë në vitet 2010-2012 është kthyer totalisht sërish në mod. Kështu njerëz. Po pres burin tani që të vi që të iki dhe të ha drekën. Okej, që t'rregoj tani dy blerit e mia të fundit. Librin e ri nga Frejda i burgosuri dhe libri nga Colin Hoover, Kockat e zemrës. Këtë librin njerëz e kam lexuar për 2 ditë. Në sakt për 2 mbrëmje. Ditën e parë kam lexuar 3/4 e tij dhe 1/4 më ngeli për ditën e dytë. Dhe është fantastik, shumë i bukur. Gjitha librat e Frejdës janë shumë të bukur, edhe pse donjëherë kur je mendoj, është bërë pak si telenovel mbylljet. Nëse është gjitha psikologjike, luan me trurin e njerëzit. Që do thosha, ky libri mua më erdhi, domethënë në fillim ishin faqe të rënditura të tipit 72, shkonte 85, kthehej prapë 73. Dhe duhet të vije, gjeje faqen e duhur dhe të kthehesh mbrapa për të lexuar. Dakor, kaloi ajo pjesa. Pastaj nga fundi ishin 2 faqe mungonin, 2 faqe ishin, 2 faqe mungonin, 2 faqe ishin. Dhe nuk e mora vesh se si vdiq njëri nga personazhet kryesore të këtij
libri, më krito nervat keq fare, sepse unë mezi po e prisja, po e lexoja me padurim që të shkoja në fund. Edhe i shkruaj Shtëpisë Botuese, Bota Shqiptare ka përkthyer librat e Frejdës, dhe i shkruajta që kështu ju mungon, ata shumë të mirë, se me thënë të drejtën, unë ja shkruajtë dhe dërgova me video, më shumë për t'i vënë dijeni, sepse mendova që një serietër është prodhuar gabime dhe gjuna njerëzit e shkreta, kupton e bleva unë, po të paktën mos kishte problematika me të tjerët. Por ata u treguan shumë të mirë, edhe më thanë jep adresën tënde se do të dërgoj librin e ri, meqense është prodhuar me defekt. Dhe ma sollën sot librin e ri, kështu që do t'i gjej ato 2-3 faqe, të paktën të mësoj se si vdiq ai personazhi kryesor. Ndërsa këtë nuk e kam nisur ende. Mora të Colin Hoover, sepse thash duhet lexoj edhe pak romancë të bukur, sepse dihet që Frejda i ka të gjitha thriller psikologjik. Ndërsa Colin Hoover i ka më romantike. Të lexoj njërë këtë? Të preksi pasionante dhe paharrueshme, kjo histori na një me 2 të rinj, me jetë krejtësisht të ndryshme me cilëve lind një histori dashurie pa marrë parasysh pasoje. Okej, pas infirmerie me zvarfërisë, mungesës së kujdesi prindëror, Beja Gremi më në fund fiton biletën për të shpëtuar nga ajo jetë me një bursë në Universitetin Penn State. Vetëm 2 muaj para se të shkëputet, përfundimisht nga e kaluara, një ngjarje e papritur do ta lërë të pas 3 dhe do ta detyrojë ta kaloj verën në Texas me babain, cilin pothuajse nuk e njeh. E shkatëruar dhe dëshpëruar që vera të mbaroj sa hape mbëllësyt, Beja nuk ka as kohë dhe as nerva për Samson, djaloshin e bukur dhe pasanik, që qëllon të jetë fshinjë i saj e ri. Vetëm se tërheqja menstruesh me forcë zoologjik, pavarësisht se asnjëri nuk e di se çka ka rezervuar e ardhmja. Okej, interesante. Do doja ta nisja në plazh, këtë shpresoj të bëjmë ndonjë plan për plazh.